Ai ishte profeti mëshirës, po aq sa edhe profeti hidhërimit. Ishte profeti dashurisë, po aq sa edhe profeti mundimeve. Ishte profeti zemërbutësisë, po aq sa edhe profeti vuajtjeve. Ai nuk u kuptua nga të tjerët, u dëbua nga vendlindja. Ata që i besonin atij ishin vrarë, ndërsa shokët e tij ishin poshtëruar. Një ditë shokët e tij të mërzitur e të lodhur e pyetën: "O profeti i Zotit, a nuk do t'i mallkosh armiqtë tan?" "Unë," kishte thënë ai me sytë e përlotur, "nuk jam dërguar për të mallkuar, por si mëshirë për të gjithë botrat." Hazreti Muhammed sallallahu alaihi wasallam, mëshirë për botrat. Temshuria e tij. Bismillahirrahmanirrahim. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه Juve ju erdhi një dërguar nga mesi juaj. Ati i vjen rënd për vuajtjet tuaja dhe është lakmues i rrugës së drejtë për ju. Ai është shumë i dhimbsur dhe mëshirues ndaj besimtarëve. Falenderojmë Zotin, krijuesin e njeriut, që nuk na ka lënë neve pa Zot, pa udhërfyes e pa bashkëudhëtar në këtë botë. Falenderojmë Zotin që i ka caktuar njeriun si zëvendësin e tij në rruzullin toksor, që na ka dërguar neve profet të cilët na tregojnë sekretet e kësaj bote e na përgatisin për në botën e përtejme. Falenderojmë Zotin që i ka pranuar njeriun bashkëbisedues të vetes dhe që i ka dhënë përgjegjësinë të qenit rob i tij, që ka dërguar profet dhe lajmëtar nga mesi ynë. Falenderojmë Zotin që thotë ne e krijuam njeriun me veçoritë e mëshirbërësit, që na ka dërguar neve Hazreti Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, si një profet që na mëson mëshirën, zemërgjerësinë, butësinë e dashurinë që kërkojnë këto veçori. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Edhe ne fjalën e fillojmë me emrin e Allahut që është mëshiruesi dhe mëshirbërësi. Ai Allah që kur profeti i nderuar fliste për zemërbutësinë e tij, thoshte: Zoti e ndau mëshirën në 100 pjesë, 99 i mbajti në praninë e tij, ndërsa në tokë dërgoi një pjesë. Për shkak të pjesës që u bie nga kjo pjesë e vetme, krijesat sillen me zemërgjerësi ndaj njëra tjetrës. Kali ngre këmbën që të mos pengojë të voglin që piqumësht. Një ditë, sytë e tij kishin kapur një grua që vraponte sa majtas e djathtas mes turmave të njerëzve. Gruaja kërkonte fëmijën e saj dhe kur e gjeti e shtrëngoi atë fort në krahëror me dëmshuri e dashuri. Sytë e profetit mëshirues u mbushën me lodhë dhe pohoi: A besoni se kjo grua mund ta hedhë fëmijën e saj në zjarr? Ta keni të qartë se mëshira e Zotit ndaj robërve të tij është më e madhe se dëmshuria e kësaj gruaje ndaj fëmijës së saj. Zoti thot: Mëshira ime ka dalë fitimtare ndaj zemrimit tim. Patjetër që ai nuk do t'i lërë vetëm robërit e tij në këtë botë, e për këtë, patjetër që do të dërgonte një profet si mëshirë për gjithë botrat. Një profet i tillë, që shpëtimin e besimit të njerëzimit do ta konsideronte më të shenjtëseve të shpirtin e tij. Falenderojmë Zotin e Muhammedit që na prezantoi me dëmshurinë muhamedane. Që të prezantohesh, duhet të njihesh fillimisht. Ejani dhe le ta dëgjojmë atë nëpërmjet gjuhës së fëmijëve, jetimëve, grave, të varfërve, të sëmurve, të moshuarve, nënave, kafshëve që kanë njohur dëmshurinë e tij. Ejani të vëmveshin fjalëve të tij për të njohur këtë udhërfyes që na flet neve për Zotin.
ndoshta kontaktues të parë të dëmshurisë së tij janë fëmijët. Profeti i mëshirës kur shikonte një fëmijë, fytyra i mbushej me gëzim dhe dashuri. Kur takoi me ta i përshëndeste, i pyeste për problemet dhe shëndetin, u përgjigje me durim pyetjeve që nuk kishin të mbaruar. Kthimi i profetit nga jashtë Medines për fëmijët ishte një gëzim krejt tjetër. Dy fëmijë që e mirëprisnin të parët, ai i hipte në deven e tij. Niprit i lumturonte duke i puthur dhe ledhatuar kokën. Një ditë kur një nomad i tha, "Le nuk i puthin fëmijët tan", i kishte thënë, "E çfarë mund të bëj unë nëse Allahu ju ka nxjerrë dëmshurinë nga zemra?" Ai i nxiste nënat e baballarët që dashurinë që kishin për fëmijët e tyre ta tregonin me ledhatime e puthje. Për çdo puthje, juve ju jepi një gratë në xhenet, kur koha mes dy gratëve është 500 vjet, thoshte ai. Profeti i dëmshurisë Hazreti Muhamedi ishte rritur jetim dhe i vetëm. Ai dinte shumë mirë vetminë e një fëmije, pa nën e baba, nevojën që ai kishte për dashuri. Dhe për këtë, ai kishte dhënë si hariqin për njerëzit që u dalin për zot jetimve, që strehon në shtëpitë e tyre një fëmijë jetim. Në xhenet do të jemi bashkë si këta dy gishtat e dorës, thoshte ai. Para islamit, shoqëria arabe, foshnjët vajza i shikonte si të ishin një burim turpërimi e për të shpëtuar nga ky turp i varrosin ato të gjalla. Profeti i mëshirës u kishte dalë për zot vajzave dhe nënave që shtypeshin, nënçmoheshin e masakroheshin nga shoqëria. Ai thoshte, ai personi i cili ka dy vajza dhe nuk i vret, nuk i përçmon e nuk i preferon djemt para atyre, Allahu e vendos atë në xhenet. Me këto fjala i tregonte dëmshurinë e tij jo vetëm ndaj vajzave të vogla, por edhe ndaj nënave dhe baballarëve që rrisnin fëmijë. Donjëherë kishte dëshirë ta zgjaste namazin kur falej me shokët, vetëm se kur dëgjonte qarin një fëmije, nga që e dinte mirë emocionin që do të ndjente nëna që po falej në xhamat, e falte shpejt namazin dhe ngrihej. Kur ai thoshte xheneti ndodhet nën këmbët e nënave, shërbimi ndaj nënave tregonte si një adhurim. Ai i ftonte burrat musliman të silleshin mirë ndaj grave të tyre. Në përudhtim shqetësohej se mos grave u lëndoi trupi si për shpinës së deveve e nuk lejonte ngarjen e deveve me të shpejtë. Ai dinte mirë se sa veprimi pëlqyeshëm është në praninë e Allahut sjellje e mirë ndaj prindërve. Dhe për këtë ai thoshte sahabite për ata që nuk kishin mundur të hynin në xhenet, megjithse në shtëpitë e tyre kishin njërin ose të dy prindrit e moshuar. Profeti i dëmshurisë kishte ardhur për t'i dhënë fund pikëllimit të një bote të pikëlluar. Ai është mëshirë për botrat. Çdo njeri ishte një botë. Çdo i mirë i korrusur një botë, çdo i sëmur një botë, çdo i vetmuar një botë, e çdo i moshuar ishte një botë më vete për të. Të rinjve u bënte thirrje të respektonin të moshuarit, ndërsa të moshuarve të falnin gabimet të rinjve. Një ditë kishte treguar se engjëjt do të luteshin deri në mëngjes për një person që vizitonte një të sëmur. Shpeshherë, mbrëmjeve ndërsa bënte vlerësimin e ditës, pyeste shokët e tij: "A keni ledhatuar sot kokën e ndonjë jetimi? A keni vizituar ndonjë të sëmur? A i keni shprehur ngushëllime dikujt që ka humbur një të afërm?" Mes të dobëtëve të shoqërisë, një grup ndaj të cilit profeti sallallahu alaihi wasallam ndjente dëmshuri të veçantë, ishin të varfrit dhe lypsit pa rrugdalje. Bashkëshorten e tij Hazreti Aishen e këshillonte shpesh: "O Aishe, duaj të varfrit, merri ata në mbrojtje që edhe Allahu të marrë ty pranë vetes në ditën e gjykimit."
Asnjëherë mos e kthe nga dera duar bosh dikë që ka nevojë. Ndonjëherë, kur nuk I gjendi diçka për t'i dhënë atij që kishte ardhur për nevojë, e lejonte që të merrte borxh diku tjetër në emër të tij. Shokët e vet I kishte këshilluar që të ndihmonin debitorët dhe ata që ishin në gjendje të ngushtë. Ata që vepronin kështu I kishte lavdëruar dhe I kishte premtuar se Allahu do t'i shpëtonte këta njerëz zemërgjerë nga vështirësitë e ditës së Kiametit. Nga dëmshuria e tij kishin përfituar edhe armiqtë e tij, edhe ata njerëz që kishin rënë rob pasi I kishin shpadur luftë atij. Ai I kishte falur jetën edhe një gruaje që kishte dashur ta helmonte. Kur vdiq një njeri hipokrit që kishte shpifur për bashkëshortën e tij dhe shkaktonte përçarje mes muslimanëve, kishte dërguar këmishën e tij për ta përdorur si qefim dhe nuk kishte lejuar që fëmijët e këtij personi të turpëroheshin dhe të mërziteshin. Ditën që shliroi Mekën, ashtu siç fali Hazreti Jusufi vëllezërit e tij që I kishin tradhëtuar, ai fali njerëzit që I kishin dëbuar atë nga qyteti I tij dhe kishte thënë: "Sot për ju nuk ka asnjë qortim." A do të përjashtoheshin kafshët nga kjo dëmshuri e tij, nga e cila kishin përfituar dhe njerëzit më të këqinj? Ai ishte I butë dhe I mëshirshëm ndaj të gjithë llojeve të kafshëve, që nga ato më të butat e deri te ato më të egrat. Macet I pranonte si pjesëtare të shtëpisë. Nëse shikonte macen tek pinte ujë nga ena me të cilën do të merrte abdest, nuk e shqetësonte atë, priste derisa të pinte ujë e të largohej vetë. Një ditë kishte treguar për dëmshurinë që tregoi një grua mëkatare ndaj një qeni të etur në shkret të tir. Gruaja, kur kishte parë qenin që kishte nxjerrë gjuhën nga etja pranë një burimi, kishte varur këpucën e saj drejt burimit dhe me ujin që kishte marrë, kishte shuar etjen e qenit. Dhe Zoti ja kishte falur të gjitha mëkatet kësaj gruaje. Gjatë një udhëtimi bashkë me shokët e tij, ishte rënqetur zemër përballë përpëlitjeve të një zogu që I kishin marrë nga folet të vegjëlit dhe kishte urdhëruar vendosjen përsëri në folet të zogjve të vegjël. Kur pasi disa nomad u kishin vënë zjarrin foleve të milingonave, I kishte qortuar duke u thënë: "Të dënuarit me zjarr I takon vetëm krijuesit të zjarrit." Shembuj të mëshirës së tij nuk kanë të sosur me të treguar. Ndoshta në këtë pikë më e drejta do të ishte t'ia linim fjalën Kuranit, që është më I bukur I fjalëve. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad